Djaloshi i jetim që ndryshoi fatin e tij me një akt human pas 15 vjetësh, një ditë që ndryshoi gjithçka në një fshat të vogël dhe të largët, ku kohët kalonin ngadalë dhe njerëzit jetonin me thjeshtësi. Rritej një djalosh i vogël me emrin Ardi. Ai ishte jetim që nga mosha 5 vjeçare, kur prindërit e tij humbën jetën në një aksident të tmerrshëm. Që atëherë Arditi jetonte vetëm, pa askënd për t'u mbështetur, duke u përpjekur të mbijetonte në atë botë të ashpër. Pavarësisht vështirësive, Arditi kishte një zemër të madhe dhe një shpirt bujar. Ai ndihmonte të tjerët sa mundej, duke e ditur se dashuria dhe mirësia ishin ato që mund t'i jepnin kuptim jetës së tij. Një ditë, ndërsa po ecte përgjatë rrugës kryesore të fshatit, ai pa një burr të moshuar që po rrëzohej nga kali i tij i frikësuar. Pa menduar 2 herë, Arditi vrapoi drejt tij dhe e mbajti fort, duke shpëtuar burrin nga rënia e pashmangshme. Burri i panjohur, me rroba të thjeshta por me një sy të thellë dhe të mençur, i falenderoi djaloshin me një buzëqeshje të ngrohtë dhe një dorë të fortë që shtrëngoi dorën e Arditit. "Faleminderit, djalosh," tha ai me zë të qetë. "Nuk e di si do të isha pa ty sot." Arditi ndjeu një ngrohtësi brenda shpirtit. Ai nuk kërkoi asgjë, sepse për të ndihma ishte gjëja më e rëndësishme, pavarësisht kush e merrte atë. Një miqësi e veçantë, burri i panjohur nisi të kalonte kohë me Arditin, duke e pyetur për jetën e tij, ëndrat dhe shpresat. Ai u bë një mik i vërtet për djaloshin, duke i dhënë këshilla dhe mbështetje, por ajo që Arditi nuk e dinte ishte se ky burr kishte një histori të jashtëzakonshme. Ai ishte një biznesmen i suksesshëm, një milioner që kishte zgjedhur të jetonte në heshtje larg qyteteve të mëdha dhe zhurmës së kapitalizmit, por më e bukura ishte se, në zemrën e tij, ai ruante një ndjeshmëri dhe mirësinë që pak njerëz i kishin. Pas asaj dite që Arditi e shpëtoi, burri u largua nga fshati, por premtoi se do të kthehej. Vite kalojnë dhe ndryshimet e fatit. Arditi vazhdoi jetën e tij të vështirë, por gjithmonë me shpresën se një ditë do të kishte një ndryshim në fatin e tij. Ai punonte fort, duke ndihmuar të tjerët në komunitetin e tij, duke u bërë një figurë e respektuar mes banorëve, por jetim nuk kishte asnjë familje të ngushtë që t'i ofronte dashuri dhe mbështetje. Kalimani i viteve e bëri Arditin një burr të ri me shpirt të fortë dhe të pastër. Ai nuk e kishte harruar kurrë burrin që e shpëtoi atë ditë, surpriza që ndryshoi gjithçka. Pas 15 vjetësh, ndërsa Arditi po punonte në një dyqan lokal, dikush hyri dhe e thirri me emër. Ishte ai burri i panjohur, më i vjetër, më i mençur. Por i njohur menjëherë nga Arditi, me lot në sy dhe një buzëqeshje të ngrohtë, burri i tha: "Ardit, unë nuk harroj kurrë atë që bëre për mua. Sot dua të jap diçka që do të ndryshojë jetën tënde përgjithmonë." I nxori nga xhepi një dokument dhe tha: "Unë dua të bëhem baba yt ligjor dhe të ofroj një familje që ke merituar gjithmonë." Arditi nuk mund ta besonte. Ai ishte mirënjohës dhe i emocionuar deri në thellësi të shpirtit, një fillim i ri dhe sfidat e familjes së re, pas ofertës befasuese të burrit të panjohur, i cili tashmë kishte zbuluar se ishte një milioner dhe donte ta adoptonte Arditin. Jeta e djaloshit ndryshoi përgjithmonë. Në fillim, Arditi ndjeu një përzierje emocionesh, gëzim, frikë, paqartësi. Ai kishte kaluar gjithë jetën e tij duke u mësuar të mbijetonte vetëm, pa një familje, dhe tani pa pritmas ishte ftuar të bëhej pjesë e një bote të re, të panjohur. A jam unë vërtet i denjë për këtë? Pyeste shpesh veten, por burri i panjohur, i cili u prezantua si Zoti Adrian Berisha, ishte i vendosur t'i siguronte Arditit jo vetëm pasuri materiale, por edhe një familje të ngrohtë dhe dashuri të sinqertë. Ai e mori me veten në qytet, ku kishte shtëpinë e tij të madhe dhe bizneset që drejtonte, përballja me ndryshimet dhe të panjohurat në ditët e para në shtëpinë e re. Arditi ndjeu se gjithçka ishte ndryshe. Flokë të pastër, rroba të reja, shokë të rinj, një dhomë e ngrohtë vetëm për të, por më shumë se gjithçka, ai ndjeu mungesën e atyre viteve të humbura, mungesën e një prindi të vërtetë që t'i thoshte se gjithçka do të jetë në rregull. Zoti Adrian ishte një njeri i qetë, por shumë i dashur dhe me një urtësi që vinte nga përvoja e gjatë të jetës.
Ai I tregonte Arditit se jeta është një rrugë me sfida, por që mirësia dhe ndeshmëria janë gjithmonë një udhërrëfyes, ndërtimi I një marrëdhënie të veçantë me kalimin e kohës. Arditi dhe Zoti Adrian krijuan një lidhje të fortë si baba dhe djalë. Ata kalonin orë të gjata duke biseduar për ëndrat, frikën dhe qëllimet. Arditi nisi të ndihej më I sigurt dhe më I fuqishëm, I gatshëm të përballej me botën dhe sfidat që ajo sillte. Nuk do të harroj kur atë ditë kur më shpëtove, I tha një ditë Arditi Zotit Adrian. Fal teje, unë jam këtu sot. Adrian buzëqeshi dhe tha, po ti ishe zemra që më dha forcën për të vazhduar. Në fakt, unë jam ai që jam sot, sepse ti mu tregove një mësim të madh. Mirësia nuk shkon kur kot. Rikthimi në fshat dhe përpjekja për të ndihmuar komunitetin. Një vit pas adoptimit, Arditi vendosi të rikthehej në fshatin e tij të lindjes, këtë herë me resurset dhe mundësitë që I kishte dhënë Zoti Adrian. Ai nisi projekte sociale për të ndihmuar fëmijët jetim dhe familjet në nevojë, duke krijuar shkolla dhe qendra komunitare. Fshati I vogël filloi të lulëzonte me energjinë e re dhe shpresën që Arditi solli. Një histori frymëzuese u bë shembull për gjithë rajonin, një mirënjohje që nuk pritej. Një ditë, gjatë një ceremonie për nxitjen e arsimit në fshat, Arditi mori një letër të papritur nga një organizatë ndërkombëtare që vlerësonte punën e tij humanitare. Ata e nderuan me çmimin qytetar nderi I vitit për kontributin e tij të jashtëzakonshëm. Ai e dinte se ky sukses nuk ishte vetëm I tij, por I gjithë komunitetit që kishte besuar dhe punuar bashkë me të. Reflektim dhe falënderim. Në një natë të qetë, Arditi u ul pranë zjarrit në shtëpinë e tij të re dhe mendoi për gjithë rrugëtimin. Jeta ime nuk ka qenë kurrë e lehtë, tha me zë të ulët, por secili moment më ka bërë më të fortë. Ai u falënderua për burrin e panjohur që e shpëtoi, për familjen e tij të re dhe për çdo person që kishte besuar tek ai. Një ditë, ai do t'i tregonte fëmijëve të vet historinë e jetës së tij, duke u mësuar se mirësia dhe besimi janë fuqia më e madhe që mund të ndryshojë botën.